Tunë gjatë jeta uroj të jeni mirë, dashur miq, që ritakohemi sonte për të folur për disa zhvillime të rëndësishme që besoj se janë me interes të lartë për ju dhe për gjithë ata të cilët kanë interes për të tilla zhvillime makro. Jam i vetëdijshëm se pjesa e madhe e juve, një pjesë e madhe e juve është shumë e interesuar për çfarë po ndodh në Shqipëri, çfarë do të ndodhë me shqiptarët. Por unë vazhdoj të jem i bindur se nuk ka për të ndodhur gjë me shqiptarët në qoftë se nuk i vjen momenti dosjes së shqiptarëve në Washington. Kur vjen momenti i dosjes, atëherë kur Amerika bëhet gati për Ballkanin dhe për rajonin, çfarë mund të ndodhë, si mund të ndodhë, çfarë po luan paria politike e Tiranës, si po luan establishmenti mediatik dhe politik i Tiranës, si ka ndarë rolet në këtë moment në të cilin bota është më pranë shpërthimit se kur. Një hata e madhe pritet të ndizet sërish në lindjen e mesme. Jerusalem Post njofton se Izraeli po bëhet gati dhe çështje orësh apo ditësh apo askush nuk është në gjendje ta thotë do ta shpërthejë sërish lindjen e mesme dhe pritet të sulmojë dhe të godas Iranin. Çfarë pritet të ndodhë në lindjen e mesme? Sot paradite ju kam treguar për avionin C-130, avionin ushtarak turk, i cili është gjithashtu një mesazh shumë i rëndësishëm, rrëzimi i avionit turk me 20 ushtarë turk që humbën jetën, zhvillime të mëdha në lindjen e mesme dhe njoftime nga Yedeot Ahranot, por edhe nga shtypi amerikan. 10.000 trupa amerikane mund të dislokohen në Gaza. Çfarë është duke ndodhur dhe si duhet t'i lexojmë gjithë këto ekuacione dhe në ndritën e këtyre zhvillimeve të mëdha, ne mundet të përpiqemi të kuptojmë diçka se ç'luan Rama dhe Berisha këtu, aq më tepër që Berisha sot ka dalë dhe ka dëgjuar këshillën e disa njerëzve që kanë edhe për qark, të cilët i kanë thënë doktor, në qoftë se nuk dalim më në protesta, ne kemi mbaruar, jemi shkrirë si parti. A do dalë populli dhe përse pikrisht në këtë moment Berisha zgjedh të ftoj popullin? A është me Ramën apo po luan vetëm? Çfarë kërkon Berisha dhe përse ai kërkon të forcojë në këtë moment kartat e tij politike dhe të bëjë një demonstrim politik nëpërmjet të cilit i tregon, ka synim t'i tregojë ndërkombëtarëve se ai është ende i fuqishëm dhe se ai është një lojtar i cili mund të merret në konsiderat nga administrata Donald Trump në Washington në çdo lloj kalkulimi të mundshëm që mund të ndodhë për Ballkanin apo veçanërisht për çështjen shqiptare. Në të njëjtën kohë, Edi Rama, siç ju thash paradite, ka shkuar dhe ka vrapuar drejt Italisë me 10 ministra nga kabineti i tij për të bler cover, mbulesë ndërkombëtare në Romën e Giorgia Melonit, e cila edhe ajo nga ana e saj është një pragmatiste italiane, e cila synon edhe ajo të ketë përfitimet e saj strategjike këtu në Shqipëri. E keni të shpjeguar tek video e paraditës sotme, kushdo të shkojë dhe të shoh shkurtimisht, e kam shpjeguar se çfarë po bën atje. Pragmatistja Meloni gjithashtu, përveç interesave strategjike, ajo thotë unë duhet ta shtrydh Edi Ramën sa tjetë, për sa kohë është në pushtet, ai është i dobishëm, sepse Edi Rama i trembur nga rrëzimi, i trembur nga fundosja nëpërmjet Belinda Ballukut, është shumë më i lehtë për t'i marrë atit gjithçka, të cilën do t'ja merrje me më shumë vështirësi nëse do të ishte në pozita të forta. Ndaj Giorgia Meloni dhe Roma, përveç interesave që kanë për të rivalizuar influencën greke në Shqipëri dhe për ta balancuar atë, pala italiane dhe Giorgia Meloni është shumë e interesuar të krijojë një lloj balance gjeopolitike. Gjithçka miqtemi lidhet me gjeopolitikën, ndaj dhe unë ngul këmbë që t'ju shpjegoj zhvillimet këtu të lidhura me zhvillimet ndërkombëtare, pasi asnjë miz nuk lëviz në Shqipëri jashtë kuadrit të projeksioneve të mëdha gjeopolitike, të cilat pikturohen, projektohen, vizatohen dhe bojatisen
herë në Washington, herë në Bruxelles, herë në koordinim të plot ndërmjet Washingtonit dhe Bruxellit, herë në momente caktuara kur ata përplasen me njëri tjetrin. Në këtë moment që kemi përpara një Vladimir Putin i cili po bëhet çdo ditë më shumë agresiv, në një botë e cila po shkon drejt një përplasje të madhe, sepse sa më shumë të ulen dhe të ngushtohen korridoret e komunikimit diplomatik ndërmjet Amerikës, Rusisë dhe Kinës, aq më i lartë është rreziku bërthamor. Ju kemi folur para disa ditëve për atë Çernobilin bërthamor fluturues, për të cilin foli Vladimir Putini, që e bëri edhe test. Kemi folur për kërcënimin bërthamor që bëri Amerika gjithashtu nëpërmjet presidentit Donald Trump, duke i treguar edhe ai botës që ne kemi armë bërthamore më shumë se gjithë bota. Sa më shumë të dëgjojmë Vladimir Putinin, Donald Trumpin dhe kinezët për armë bërthamore, duhet të kuptojmë automatikisht se urat e komunikimit ndërmjet tyre tashmë janë ngushtuar shumë, enët e gjakut janë ngushtuar shumë, është një lloj si presioni i gjakut, tensioni i njeriut. Sa më shumë ngushtohen enët e gjakut, aq më shumë rritet trysnia dhe presioni i gjakut. Po të flisni me kardiologët, me mjekët e nderuar, çfarë do ju thonë? Do ju thonë që tensioni i gjakut është ai i cili kur i rritet presioni, muret e venave kanë një lloj elasticiteti që përballon këtë tension. Dhe në qoftë se shkon tensioni 16, 17, 18, 19, muret hapen dhe përballen me këtë presion të frikshëm të gjakut. Por në qoftë se presioni vjen i shpejt, i pakontrolluar, ai her pas here mund të çajë edhe venat e gjakut. Dhe çfarë ndodh? Ndodh ajo që quhet hemoragji cerebrale apo hemoragji apo trompoza caktuara. E njëjta situatë është tekstualisht në situatën ndërkombëtare. Sa më shumë të ngushtohen kanalet e komunikimit diplomatik ndërmjet Washingtonit, Moskës dhe Pekinit, aq më shumë rritet presioni i gjakut dhe i nxehtësisë i presionit të kësaj lufte dhe të kësaj përplasje të madhe. Dhe dalja nga kontrolli, çarja e një vene komunikimi gjatë këtyre përplasjeve, larg qoftë mund ta çojë në skenar me pasoja fatale. Jo atë tregova si po ndizet Kaukazi dhe mesazhet që Putini po ja dërgon aleatëve të NATO-s përfshi Turqinë me rrëzimin e avionit, apo dhe mesazhin për NATO, lufta e fortë për Nagorni, për Azerbajxhanin dhe Armenin, për korridorin i cili pritet kaloj gazin e Turkmenistanit nëpërmjet Kaspikut, Azerbajxhanit dhe Armenisë për në Turqi dhe në Europë, çka do të ishte një rrethim i Putinit. Jerusalem Post ka thënë se Benjamin Netanyahu mund ta hedhë në erë sërish lindjen e mesme, sepse ai mendon që ka vetëm një mënyrë dhe vetëm një formë për të rrezuar regjimin e Iranit, është që ta bëjmë këtë përpara se të largohet Donald Trump. Donald Trump nga ana tjetër, edhe pse ka kërcënuar Iranin, amerikanët mendojnë se nuk është ky momenti për ta rrezuar 100% në rast se nuk janë 100% të sigurt se do të rrezojnë regjimin, sepse kanë frikë se u përsëritet skenari i Afganistanit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë rritje e tensioneve në lindjen e mesme, dhe Irani po përgatitet, izraelitët kanë thënë se po bëhet gati që të ndërtojë një reaktor tjetër bërthamor jo më shumë se 1 kilometër larg nga reaktori i Natanzit, atje në Iran, që do të thotë Izraeli është vënë në kërkim të arsyeve për të bindur administratën e Washingtonit, duke qartë që Donald Trump dhe administrata aktuale amerikane nuk është më e interesuar të shkojë në luftë ndaj, dhe Trump po përpiqet me çdo mënyrë, me çdo kusht që të promovojë idenë e tij se është duke vendosur paqe, se është duke ndaluar luftrat e kështu me radhë. Izraelitët
janë të vetëdijshëm se në qoftë se do të vonohet çështja e goditjes së Iranit, Irani mund të vazhdojë të bëhet akoma më i rrezikshëm. Dhe sipas The Washington Post dhe New York Times, po t'i shfletoni këto orët e fundit, aty do të gjeni raporte shumë të imëcishme, të cilat tregojnë qartësisht se Irani është duke e bërë natën ditë dhe ditën natë në mënyrë që të dyfishoj kapacitetet e tij për prodhimin e raketave, që do të thotë është duke u bërë gati për të gjithë skenarët. Izraeli thotë duhet ta sulmojmë urgjentisht sepse Irani po bëhet rrezik i madh, ndërkohë brenda Iranit ka shumë lëvizje të pllakave tektonike atje. Iranianët janë duke u bërë gati për gjithë skenarët, janë duke përgatitur edhe të gjitha kulisat e kushtetutës atje për të bërë gati për skenarin në rast se goditet Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit. Tashmë kanë gati planin edhe në qoftë se ai do të goditet. Ndërkohë amerikanët u thonë izraelitëve dhe janë në kursin që jo, nuk është ky momenti për t'i rënë Iranit, sepse amerikanët besojnë që nuk duhet të shkojnë në një përplasje masive me Iranin dhe ta hedhin në erë komplet lindjen e mesme, në qoftë se nuk e kanë gati një plan i cili tregon se janë 100% të sigurt se do të rrëzohej regjimi i Iranit. Për këtë arsye, izraelitët janë duke u mobilizuar me të gjitha forcat në mënyrë që të shkojnë drejt rrethimit të Iranit dhe bindjen e administratës së Washingtonit për të goditur Iranin. Kjo do të thotë që tensionet në lindjen e mesme do të vazhdojnë të rriten, por një tjetër lajm i habitshëm vjen nga Yedeot Ahranoti, po ashtu izraelite, e cila flet për 10.000 ushtarë dhe një super bazë amerikane e cila pritet të ndërtohet në Gaza. Po të zhduan amerikanët në Gaza, që mirë i solli në Gaza dhe për çfarë mund t'i duhej amerikanëve një bazë në Gaza. Aq më tepër 10.000 ushtarë. Bëhet fjalë për zonën e Shiritit të Verdhër, një zonë e cila është jashtë pra apo në kufi të territorit të Gazas. Kjo i ka shqetësuar izraelitët dhe ka ndërtuar pyetje të mëdha. Ajo që unë ju a kam thënë her pas here në videot e shkuara është se Donald Trumpi nuk do të bëj asgjë dot në vende të tjera dhe në frontet e tjera të cilat janë të hapura në botë, në qoftë se nuk do të mbyll dot frontin e lindjes së mesme. Atje do të pritet të ketë një takim shumë të rëndësishëm në fund të muajit me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salmanin dhe pritet që të çojë përpara një plan masiv, sepse Arabia Saudite është ndër gjeneratorët apo ndër levat e Arkimedit të ekuilibrave gjeopolitik në lindjen e mesme. Duke patur parasysh këtë fakt, Amerika është duke bërë një projekt tjetër për lindjen e mesme që është afrimi i Donald Trumpit me trupa. Po ta vini re, amerikanët këtë strategji e kanë ndjekur edhe me Sirinë. Në momentin që u kuptua sikur ata po tërhiqen nga Siria, aty u mor vendimi për t'u kthyer dhe Donald Trump u kthye me 1.000 trupa në Damask, në zemër të Sirisë. Nga ana tjetër, në qoftë se edhe pse amerikanët deri në këtë moment nuk e kanë pranuar zyrtarisht se ekziston një plan që ata të sjellin 10.000 trupa në Gaza, që nuk janë humor, izraelitët janë të bindur se ky plan ekziston. Po të zhduan amerikanët në Gaza, ndërkohë që është duke u folur për trupa ndërkombëtare, për trupa turke, turko-arabe, të cilat pritet të marrin situatën në Gaza përsipër. Janë disa skenar në tavolinë dhe askush nuk e di të thotë me siguri se cili prej tyre do të zbatohet. Izraelitët dhe Benjamin Netanyahu janë të interesuar të shohin se ç'fshihet pas këtij plani amerikan dhe me sa duket kanë mbritur në përfundimin se Donald Trump është duke u ndjerë
në vështirësi të jashtëzakonshme, po humb popularitet çdo ditë në Amerikë për arsye të Izraelit, është duke u marrë goditje të forta brenda Amerikës, po për arsye të luftës së Izraelit në Gaza. Dhe për këtë arsye Trump ka menduar të çojë trupa në Gaza, për arsye se prania e trupave amerikane atje do të parandalonte Benjamin Netanyahu që të bëj në një plan hakmarrje ndaj Donald Trumpit prapa shpine dhe të rindez luftën në Gaza. Dhe rindezja, prishja, rrëzimi i kauzës së Trumpit për rivendosjen e paqes në lindjen e mesme do të ishte me pasoja fatale për Donald Trumpin, qoftë në zgjedhjet e mesit mandatit, qoftë në zgjedhjet e ardhshme ku ai synon të gjej mekanizma kushtetues apo hile kushtetuese apo për të shkuar në një përplasje të madhe që vetëm një Zot e di se cila mund të jetë, sepse Steve Bannon dhe njerëz shumë pranë Donald Trump kanë thënë që ai do të vazhdojë të qeverisë për një mandat të tretë. Kushtetuta amerikane nuk e lejon një dikush të qeverisë 3 mandate, por ekspertët janë duke thënë se ai mund të përdor hilen dhe dredhit juridike duke kandiduar për president dikë të cilin ai e kontrollon dhe vetë të kandidojë si zëvendës president, që do të thotë më pas presidenti i zgjedhur të jap dorëheqjen për arsye të e lejuara dhe të parashikuara nga kushtetuta amerikane dhe Donald Trump automatikisht si zëvendës president të dalë president i ri i Amerikës. Trumpi pra, duke çuar 10.000 trupa, në qoftë se do t'i çojë, gjithmonë bën gjuan disa zogj me një gur. Zogu i parë është rikthimi i fuqishëm i pranisë amerikane në lindjen e mesme, pasi ekuilibrat e ri, pasi rusët, kinezët, turqit, arabët, iranianët, egjiptianët menduan se Amerika po tërhiqet dhe se rolin e saj, vendin e saj do ta zinte dikush tjetër. Jep mesazhin se Amerika u rikthye me 1.000 trupat në Damask dhe me 10.000 trupa në Gaza. Kemi një rikthim të fuqishëm dhe një bazë e tillë amerikane e cila pritet të marrë në kontroll gjithashtu edhe procesin e ndihmave, e ndarjes së ndihmave të cilat vijnë për palestinezët në këtë moment që në cilin ndodhet. Sigurisht është një plan i Donald Trumpit dhe tregues i qartë që Donald Trump nuk i zë më bes Netanyahus, ndaj dhe do të çojë aty trupat amerikane në mënyrë që të mos lejojë në asnjë mënyrë që Benjamin Netanyahu t'ia shpërthejë sërish lindjen e mesme, pasi Donald Trump e ka shumë të qartë se çdo lloj shpërthimi i Gazës në një moment të dytë do të kishte kosto fatale për dhe ndikim të jashtëzakonshëm brenda ekuilibrave politik brenda lojës amerikane. Ndërkohë, nga ana tjetër, rënja e avionit turk sot ka zbuluar disa mekanizma apo disa rryma të forta korrentesh të reja dhe përplasjesh të reja, të cilat nga kërcënimi i madh bërthamor që po ndodh tashmë hapur ndërmjet amerikanëve dhe rusëve, nëpërmjet kërcënimit të Putinit dhe kërcënimit të amerikanëve, tashmë edhe japonezët e qetë dalin nga heshtja e tyre strategjike, nuk ishin ndier kur deri më sot. Para 2 ditësh japonezët dolën dhe thanë ne nuk do të rrim duar kryq nëse kinezët tentojnë të marrin Tajvanin. Pra që do të thotë situata po ndizet dal nga dal dhe flakët po rriten dal nga dal çdo minutë. Të tjera rryma përplasje të rrezikshme, përveç tentativës izraelite për të sulmuar Iranin, që do të ndodhë me çdo kusht sipas Izraelit dhe duhet të ndodhë me çdo kusht, po tashmë jo më si lufta e 12 ditëve. New York Times dhe Washington Posti njoftojnë se 2.000 raketa iraniane janë gati për të lëshuar drejtim të Izraelit në rast se Izraeli do të godas Iranin, që do të thotë Irani është bërë gati për gjithë skenarët dhe amerikanët u thonë izraelitëve, po nuk ra regjimi, nuk duhet shkojmë në një goditje të ngjashme me luftën e 12 ditëve.
përtej këtyre korrenteve dhe zemratës ruse për nxjerrjen e influencës së saj, apo marrjen e Rusisë një koncesioni të vogël, ndryshe nga ai që kishte ëndërruar Vladimir Putini brenda Sirisë me ndikimin kur ishte Al-Asadi në pushtet dhe kur e ndante Sirinë me iranianën, tashmë Siria ndahet ndërmjet amerikanëve dhe turqve dhe një siguri për izraelitët. Kjo i ka shqetësuar rusët, sigurisht, dhe ata po e trondisin Kaukazin dhe Azinë qendrore. Kjo tronditje dhe ky mesazh i fortë rus për Turqit dhe për NATO dhe për ekuilibrat e Azisë qendrore zbuluan të tjera rryma dhe korrente që janë duke ndodhur në të njëjtën kohë, që është përplasja e fuqishme ndërmjet Indisë dhe Pakistanit, dy hasmët më të mëdhej të këtij rajoni, të cilët janë duke shkuar drejt një përplasje. Përse është kjo përplasje, ndërkohë që Modi kishte përplasje kohët e fundit me Donald Trumpin për arsye të tarifave që Trump u vendosi edhe indianëve ashtu sikurse kinezëve për arsye të përplasjes që kishte me Modin. Unë ja kam shpjeguar tek videot e mëparshme, i keni të gjitha të detajuara se përse Donald Trump u përplas me Modin. Unë nuk do t'i përsëris sot që të mos marr kohën tuaj. India përplaset me Pakistanin dhe bëhet gati për një ndezje të këtyre pllakave tektonike që janë ndërmjet Pakistanit dhe Indisë. Pakistani dhe India, mos harroni, dy fuqi bërthamore. Po pse? Në emër të kujt? Sigurisht Amerika i përshpëriti në vesh Modit dhe i tha se ne do t'ja ulim tarifat, vetëm mbyllni dhe bllokoni rrethoni Kinën. Modi tashmë është hedhur drejtim të Pakistanit, i cili hap rrugën për Kinën që të vijë dhe të dalë në lindjen e mesme dhe hap rrugën për korridoret e Kinës dhe zonat e influencës së saj. Çfarë po bëjnë me dobiçllëk indianët? Janë duke nxitur talebanët e Pakistanit nëpërmjet mbështetjes së talebanëve të Afganistanit, po mbështesin talebanët e Pakistanit në mënyrë që të godasin qeverinë atje brenda, si shqetësim për qeverinë e Pakistanit, e cila i hap rrugën kinezëve, dhe Donald Trump u ka thënë indianëve të bëhemi bashkë të bllokojmë Kinën, sepse unë ua kam thënë në çdo moment, në çdo dalje, që përplasja e Amerikës me Kinën është e pashmangshme dhe Kina është hasmi më i madh i Amerikës, nuk është Rusia. Pakistani nga ana tjetër, jo vetëm që po merr asistencë nga Kina, siç e mori në përplasjen e parë me Indin, raketat dhe aviacioni ushtarak kinez mbriti në Pakistan, i cili mbylli lojën, dhe kjo ishte një nga arsyet pse Modi u përplas me Donald Trumpin, i cili shkruante në rrjetin social Truth që unë mbylla luftën ndërmjet Pakistanit dhe Indisë, ndërsa Modi si një nacionalist dhe për të ngopur ato etjen nacionaliste të indianëve, indianët janë shumë nacionalistë, u tha popullit të tij që Donald Trump s'ka asnjë lidhje me ndalimin e luftës, nuk ka asnjë kontribut. Këtu nxe Trumpi dhe i futi tarifat të Indisë, tashmë i ka thënë në vesh, do t'i heqim sërish tarifat, mu merr pak me Pakistanin dhe të rrethojmë Kinën, mos ta lejojmë të vinë në Pakistan. Përveç lidhjes së Pakistanit me Kinën, dhe përveç faktit se India dhe Pakistani janë dy fuqi bërthamore, Pakistani ka edhe një lidhje të fortë strategjike tashmë me Arabinë Saudite, dhe kjo e bën lojën jashtëzakonisht të komplikuar atje në atë rajon, ndërkohë që Çernobili fluturues u bë një test nga Putini para pak ditëve që tregoi se mund të fluturojë pafundësisht në ajër, dhe bëri testin me 14.000 kilometra. Dhe ndërmjet kërcënimeve bërthamore të Donald Trumpit, kuptojmë botën e re në cilën ndodhemi. Tashmë e gjithë kjo panoram bëhet dhe ju ndihmoni ju miqtë mi të kuptoni se cila është pesha specifike gjeopolitike e Ballkanit, e rajonit të Shqipërisë dhe e shqiptarëve të shkret, të cilët janë kockë lkur dhe të bërë copa nga një establishment anti-shqiptar thellësisht urrejtës, i cili po del në tregjet ndërkombëtare për të blerë kohë politike. Ndërkohë që bota kalon në këtë puzzle
që bota kalon në këtë stagnacion dhe janë duke u bërë këto kalkulime, Berisha del dhe njofton se pas një jave do të rinisin protestat. Çfarë ua kam thënë para një jave dhe 10 ditësh? Berisha do të bëj me çdo gjë që mundet tentativën e tij për të rikthyer në tryezën e Trumpit si trumpist, pavarësisht se amerikanët i kanë të gjitha informacionet nga Tirana se çfarë është duke ndodhur, kush është me kë, kush bashkëpunon me kë, kush mbështet kë, dhe amerikanët e kanë të qartë që të gjithë 42 deputetët analfabet dhe të padëshiruar dhe të urrejtur nga shqiptarët që i futi Berisha në listat e sigurta për të mbrojtur veten e tij, për të mbrojtur dhe për të krijuar gardhin e tij, Berisha e ka të qartë që këta 45 deputet të cilët nuk i voton as shtëpia e vet dhe që shqiptarët nuk i shohin dot me sy dhe që hynë në parlament me vullnetin e Berishës sepse nuk kishin as i vot, nuk e nxjerrin dot popullin në shesh. Berisha do të përdor të gjitha fuqitë dhe energjitë e tij që në këtë moment, në të cilin Rama po i fiket kandilin në Washington, po i fiket kandilin në Londër, po i fiket kandilin në Bruxelles dhe po i shmontohet Balluku, Velia, Ahmetaj dhe gjithë qeveria e rilindjes dhe raportet e fundit departamentit amerikan të shtetit tregojnë që Berisha do të bëjë pamundur që të hip tek barka e Trumpit si lojtar momenti dhe lojtar i tranzicionit në mënyrë që i duke përfituar nga angazhimi i madh i Amerikës në botë të përfitojë, të hyjë si lojtar i ndërmjetëm, të rokas tek dera e Washingtonit, duke u thënë atyre shikoni se unë kam popullin të gjithë në shesh dhe me mua duhet vini të flisni sepse nuk ka opozit tjetër në Shqipëri. Rama i intereson kjo fabul që dali në zgjedhjet e ardhshme dhe në kompeticionin e ardhshëm tu thotë shqiptarëve po i ka unë do vi Berisha dhe monopoli i politikës mbetet vetëm në çiftin Rama Berisha dhe ne tjerëve na nxjerrin psikopetër nëpër internet, të cilët u thonë shkërmoqeni Kreshnikun, shpifni për Kreshnikun, shpifni për këtë, për atë, sepse nuk janë nën kontrollin ton. Ne nuk duam t'i biem direkt, thot Berisha, as unë nuk i bie direkt, thot Rama, sepse nuk dua t'i rrisim pjacën. Çfarë bëjnë? Nxjerrin njerëz me tmeta mendore, të cilët i thonë Kreshniku është një njeri i cili është ignorant, është mizkali, është debil, është ushtarak dhe është njeri i cili i fton njerëzit që të martohen gru me gru apo burr me burr. Duhet të jesh shumë psikopat që të bësh kësaj deklaratash. Por kjo lloj psikopatie ka treg në Shqipëri sepse gjysma e njerëzve në këtë vend janë budallë, ju mos i merrni seriozisht. Njerëzit në këtë vend kanë ikë nga truri, gjysmat e kanë humbë. Ndaj këta do t'i marrin budallëjt dhe do të përpiqen që të ndërtojnë barierën e tyre dhe të ashesin ndërkombëtarëve, që budallëjt janë me ne, sepse të dalësh dhe të thuash popullit me lloj psikopati që Kreshnik Osmani, imagjinon, bën ftesë, martohen gra me gra dhe është ushtarak që vjen nga lindja, kjo është një çmenduri, por këtë ata po e bëjnë sepse do të godasin çdo lojtar i cili është jashtë rrethit të tyre. Kur do ju vi dosja ju, dosjes shqiptare, radha në Washington, në Pekin, në Londër, në Bruxelles, kuptoni këto që ju thash tek video, analizojeni me qetësi dhe kjo ju ndihmon të kuptoni çfarë po bëjnë lojtarët e Tiranës, pse po goditem unë kaq fort nga gjitha anët dhe pse lojtarë të tjerë të cilët në Shqipëri nuk kontrollohen nga Rama dhe Berisha, po han kamxhik të fort dhe çfarë është, cila mund të jetë dita apo orari që mund t'ju vi radha ju dhe hallëve tuaja, duke e kuptuar me kujdes këtë që ju a shpjegova në këtë video dhe duke i lidhur historitë me këto që ju a thash nëpërmjet kësaj harte dhe nëpërmjet këtyre rrugicave, unë shpresoj që ju keni mjaftueshëm mençuri për ta kuptuar se kur mundet të na vijnë radha. Megjithatë, unë do të jem minutë pas minute, orë pas ore për t'ju treguar të gjitha zhvillimet, sepse unë mendoj se duke ju shpjeguar ato ju mundet të vetëdijsohemi të gjithë. Kaq kisha për sonte, dashur miq. Uroj që t'ju kem ndihmuar sadopak me këto shpjegime
për ata të cilët kanë dëshirë dhe i kuptojnë të tjera zhvillime, i kam shpjeguar tek videot e mëparshme. Ju kërkoj ndjes nëse kam lënë diçka pa shpjeguar, duke ju falendëruar për kohën e shmuar, ju ftoj të bëni subscribe kanalit ju që si keni bërë, çojani video në pjesës tjetër të mbetur të shqiptarëve dhe qëndroni në linj për të parë zhvillime të tjera të mëdha, të cilat ju e dini si gjithmonë vijojnë në numrin e ardhshëm.